Sezoni të 4 të Big Brother VIP Kosova duket se po I vjen fundi. Të premte me 27 shkurt pritet të mbahet finalja e madhe ku gara e fortë të zhvillohet mes 5 finalistëve: Elionës, Lëndrimit, Klotit, Lutës dhe Hygertës. Si 19 vjeçare dhe më e reja e këtij sezoni, Eliona ka bërë bujë të madhe në publik. Ajo është komentuar gjerësisht për lojën e saj, ndërsa shumë e kanë cilësuar si një nga banorët më të sulmuara brenda shtëpisë. O zot jam. Megjithatë, ajo ka arritur t'i përballojë situatat me qëndrueshmëri dhe për këtë arsye një pjesë e publikut e sheh pretendente serioze për fitore. Jo duam. Lëndrimi, finalisti I tretë I kësaj sezone, ka arritur të marrë vëmendjen jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë saj. Shumë djegës e cilësojnë si një nga banorët më real brenda shtëpisë, a gjithashtu është banori më viral I këtij Big Brother, duke arritur të fitojë zemrat e publikut. Klodi është I katërti banor që preku finalen. Raportet dhe situatat e krijuara me disa nga banorët, përfshirë Elionën, Benitën dhe Lëndrimin, e kanë mbajtur vazhdimisht në qendër të vëmendjes. Ai gjithashtu është banori I vetëm nga Italia që arriti deri në finale. LD është banori që arriti të bëhet finalist edhe një nga pretendentët për fitore, pavarësisht se u fut më vonë në shtëpi. Hyrja e vonshme nuk e penalizoi, përkundrazi ai krijoi një fan base të konsiderueshme dhe e çoi lojën deri në fund. Hygerta ishte banoria e parë që u bë pjesë e këtij reality show dhe qëndroi plot 100 ditë brenda shtëpisë. Hygerta ishte banoria që mbajti qëndrimin e njëjtë gati gjatë gjithë kohës në Big Brother. Megjithatë, sipas komenteve në rrjetet sociale, një pjesë e publikut nuk ishte plotësisht e kënaqur me faktin që ajo preku finalen. Duke marrë parasysh komentet dhe diskutimet online, dy emrat që përmenden më së shumti si dysh janë në pod për të fituar çmimin e madh prej 200.000 eurosh janë Eliona dhe Lëndrimi. Po I të dashur shikues, kë është një fitues të këtij edicioni.